Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur ngjarjet më të fundit që po ndodhin në jetën e Mateos dhe Brikenës. Kam patur në fakt shumë mesazhe adresuar në adresat e mia duke më pyetur Tiron çfarë din rreth çiftit, çfarë po thuhet për to, çfarë po ndodh, a është marrëdhënia okay, si janë gjërat, ku kemi arritur me marrëdhënien e tyre. Në fakt, çifti është duke jetuar momentet më të bukura dhe po shijon çastet. Lëre njerë që për çiftin janë gjërat shumë okay dhe shumë në rregull, por edhe për familjarët e tyre, siç duket janë gjërat perfekte. Ëm, Familja Bori, në këtë rast babai i Mateos, duke parë se çfarë qëndrimesh kishte nëna e tij, duke parë se çfarë zonje ishte, sepse unë mendoj që familja pasqyron gjithçka, prindërit, kujdesi që kishin ndaj njëri tjetrit, zotënjilliku i tyre, pasqyron edukatën që ti do t'ja japësh fëmijës tënd. Dhe në këtë rast, Mateo dhe familja Bori në përgjithësi, duke që janë një familje, domethënë kur them familja përfshi këtu babain, nënën, motrën, që mos kalojmë më tej. Domethënë janë një familje që kanë ndërtuar një kulturë t'jashtëzakonshme pa marrë parasysh bizneseve, parave, nga që ne jemi mësuar fatkeqësisht në shoqërinë tonë shqiptare të shohim djem të ndërtuar bukur, por djem që kanë familje të pasura me një histori pak të rëndë në veten e tyre, me një histori të keqe. Ose djem të paedukuar, ose djem që merren me punë të pista, me thënë këtë jemi mësuar ta shohim në shoqërinë tonë, në përditshmërinë tonë, në shumicën e familjeve. Por tek Mateo, siç duket, ka një kulturë tjetër. Familja e Mateos, në këtë rast jo Mateo, por motra e Mateos, Casey, kishte bërë një dhuratë të çmuar kundërdrejt Brikenës. Unë e pata thënë dhe ditën e djeshme që nga momenti që Mateo nxori videon me Visianin, e pata thënë që takimi i tyre ishte një takim për t'u konsuluar se çfarë të bëjnë në Portokalli. Do me thënë, Mateo do t'jetë në rolin e Visianit, do me thënë në skenën e bulevardit, ku do të fletë për rrugtimin e tij, do të fletë për Brikenën, do të fletë për dashurinë, por në një kornizë krejtësisht ndryshe, do me thënë në kornizën e humorit. Do t'jetë i veçantë në këtë drejtimin. Pikërisht në këtë edicion do t'jetë e ftuar edhe Brikena. Do me thënë Mateo dhe Brikena kanë qenë shumë të komentuar pse nuk kanë dalje së bashku, çfarë ndodh mes tyre, si qëndron situata e tyre. Mateo dhe Brikena do dalin pikërisht tani. Do me thënë do dalin në Portokalli dhe unë e di se si funksionon media, do me thënë diamantët e çmuar, në këtë rast Mateon dhe Brikenën e ruajnë për momentin më të çmuar të tyre. Do me thënë media e ruan për momentin më të bukur. Në momentin që bin klikimet, ato e ruajnë Mateon dhe Brikenën dhe vizet përsëri skena. Ky ishte edhe takimi që Visiani bëri me Mateon që unë e komentova ditën e djeshme. Tani të dalim tek momenti më i bukur, të dalim tek momenti i respektit. Babai i Mateos e mbaj mend shumë mirë kur hypi në skenën e finales, në atë skenë gjigande që kishte ndërtuar televizioni Top Channel, e tha një fjalë të bukur. Cila ishte ajo fjalë? Ai tha që ti mirë se do të vish në shtëpinë tonë, i tha Brikenës, dhe uroj që të na e mbushësh shtëpinë. Është një uratë më e bukur që ta uron prindi. Dhe Brikena këtë gjë e mori me shumë dashuri. Do me thënë e jetoi jashtëzakonisht shumë. Dhe natën e mbrëmshme, ajo mikpritje në mes të Shqipërisë nga ana e Kesit kundërdrejt nuses së vllaut të saj ishte jashtëzakonisht glamur. Tani ju mund të thoni që aman o Tiron se e kanë bërë për klikime, aman se e bëjmë për video se nuk kanë dashuri. Duhet ta kuptoni, kemi të bëjmë me personazhe publik dhe ju jeni ato të cilët çdo ditë kërkoni momente nga jeta e tyre dhe jo më kot këto i publikojnë këto momente. Nuk janë kot. Do me thënë është kontakti që publiku ka me personazhin dhe është e vetmja dritare
janë këto momente që ne të kemi sa më shumë kontakte me to dhe ju të jeni sa më shumë të përfshirë në jetën e tyre. Unë e pash një moment shumë të bukur, do me thënë ishin lule goxha të kushtueshme, ishin përzjedhur trëndafila të kuq, duke shkruajtur një mbretresh, do me thënë një queen, një briken me shkrim gold me ngjyrë floriri, do me thënë me kaq dashuri e ka pritur familja e Mateos Brikenën, që nën kupton që natën e mbrëmshme Brikena ka takuar dhe nënën dhe babain dhe motrën e Mateos. Do me thënë, mikpritja mua më pëlqeu shumë, sepse është një shembull edhe kundërdrejt çifteve të tjera që le të bëjmë mikpritjen me dashuri. Unë uroj me shpirt që jetat ju shkon pikërisht si këto lule të kuqe, jetat ju shkon me kaq shumë dashuri, sepse jetojmë në një kohë ku zakonisht do me thënë jeta mes kunatave, mes nuseve është një jetë e rënduar, kunatat nuk e duan njëra tjetrën, kanë konflikte të jashtëzakonshme. Në këtë rast Brikena është duke treguar krejtësisht një anë tjetër. Tani kur Brikena e pati thënë në Big Brother që unë dua të jetoj me Vjerën, unë dua të jetoj me kunatën, unë dua të jetoj me Vjerin, nuk e besonte njeri, do me thënë i dukeshte e pa imagjinueshme që një vajzë e cila është mis të përzjedhen që të jeton me Vjerën. Por Brikena do me thënë Brikena e vërtetoi që këtë gjën të cilën e ka thënë me shumë dashuri. Publiku e ka duartrokitur jashtëzakonisht shumë këtë moment. Mateo duke që është tepër i gëzuar sepse këtë momentin e bukur që Brikena ishte shtrirë në ato lule që ja kishte dhënë kunata e saj, do me thënë Brikena flen në hotel, nuk është tek shtëpia e Mateos. Brikena i përjetonte me shumë dashuri, do me thënë e ndjente atë aromën, atë ndjesin e atyre luleve, dhe në këtë rast, do me thënë Brikena e bëri një veprim shumë të bukur që këtë moment e ndau me të gjithë ndjekësit. Do me thënë e pash atë përqafimin që të dy kunatat kanë, ishte një përqafim i ngjajshëm me përqafimin e parë që i dha njëra tjetrës më njëherë pas përfundimit të Big Brotherit. Do me thënë shohim një çift që vërtet na dhuron emocion, që na dhuron pasion, që na dhuron momente të bukura dhe ne realisht duam t'i kemi këto momente, ne duam t'i jetojmë këto momente. Marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë harmonikisht shumë e lumtur. Këtë javë do t'jenë më së shumti bashkë, sepse do t'kenë më së shumti prova në Portokalli, do me thënë do t'jetojnë momentin e tyre në Portokalli, do bëjnë mini intervistën humoristike që patjetër që do t'kenë role interesante, ku jam i bindur që do të nxjerrin edhe shumë deklarata, që do t'jenë deklarata për ne nga hiçi, por me shumë domethënie. Me thënë Brikena dhe Mateo janë jashtëzakonisht të lumtur dhe harmonikisht shumë të dashuruar me njëri tjetrin, i japin energji të bukur dashurisë dhe uroj dhe shpresoj që kështu të vazhdojnë gjithmonë dhe të duartrokiten në fakt nga ana e publikut, sepse duke qenë të dashuruar, duke qenë sa më afër, duke qenë sa më pozitiv, ato janë fantastik në formën e tyre. Doja ta ndaj këtë momentin e buqetës dhe të lumturisë që ato kanë përzgjedhur.